shkruan Muslim Murrizi. E po shoqërore se na u bën syt bakër duke lexuar portale e gazeta online për të parë nëse PD do ta kishte propozuar Oert Blykbashin te Komisioni i Reformës Zgjedhore apo jo. Po jam në fund PD nuk zhgënjeu dhe tak faka emëroi Blykbashin bashkëkryetar të këtij komisioni, siç ka bërë prej vitit 2013. Nuk ishte si të ndodhte ndryshe se vetëm Oerti mund ta dhësë në mënyrë perfekte reformën zgjedhore, që të gjej kleçka e mashtrime për të siguruar që të jetë vetë deputet pa u votuar, siç ka qenë në 4 palë zgjedhje rresht nga viti 2013, 2017, 2021, 2025. Se me vota nuk ka asnjë shans. Vetëm Oerti mund të mashtrojë në mënyrë ordinare, siç mashtroi në korrik 2024 kur votoi mbylljen 30% të listës me justifikimin se ishte kërkesë e gjykatës kushtetuese, kur në fakt kjo gjykatë nuk ishte shkruar asnjë gërm për mbylljen 30% të listave, por kishte hequr hersin e qelbur të Oertit si antikushtetues, nga padia që kisha bërë unë në gjykatën kushtetuese. Vetëm Oerti ka shërbyer dhe mund të shërbejë në mënyrë perfekte interesave të Ramës dhe PS-s për të bërë një kod zgjedhor edhe më bastard se ky që kemi, të dalë nga pazari i prillit 2008 mes Berishës dhe Ramës, e që me këtë kod zgjedhor PD nuk ka fituar kurrë në asnjë palë zgjedhje nga 2009 deri në 2025 dhe nuk fiton dot kurrë edhe 10 palë zgjedhje të tjera. Vetëm Oerti mund të gjejë një sajes tjetër si pa fytyrë që është për të bërë çdo gjë që i duhet për veten, edhe për disa bythece spurdjak deputet të PD-s që të jenë në parlament pa u votuar, por me lopirje të poshtëruar. Në Komisionin e Reformës Zgjedhore nuk duhet të ishte asnjë deputet që është në parlament nga lista e mbyllur, edhe pa votat e qytetarëve, sepse është në konflikt të hapur interesi për menderën e karrikës së qelbur të tij. PD duhet të dërgonte në komision 7 deputetët që janë në parlament me votë, jo me firmë të kryetarit për meritat veçanta të lopirjes edhe dredhjes së belit në valle çdo 4 vjet, 3 muaj para zgjedhjeve. Shqipëria ka nevojë për një kod zgjedhor ku qytetarët të zgjedhin deputetët, jo thjesht të votojnë për qelpsirat e politikës që mbyllen nëpër lista si zagar me zgjebe. Nëse nuk bëhet Shqipëria një zonë zgjedhore dhe listat 100% të hapura, atëherë PD nuk fiton kurrë pa gar, pa konkurrencë me byth lupirës apo mashtruese hipokrit ordinar që nuk kanë asnjë mbështetje nga qytetarët. Kështu që PD mund të vazhdojë të bylukbashizohet edhe për 16 vjet të tjerë me Ramën në pushtet, njësoj si këto 16 vite që është në opozitë.